Unë e kisha demonstru, do të një mbjellje që nuk ka mbushjen e tyne, nuk ka naj filozofi, s'ka nevoj, do të gjuma dikush do substrat shtu. Mujna mi shtrena një foli plastike. Gjuje kështu. Mirë, bollo në herë, po. Mujna mi shtreja poshtë një foli plastike, edhe i shtrej modulet. Kur ti shtrej modulet, atëre gjujmë që shë thesë dhe veç e shkepon. S'nja dorën qështu. Gjithmonë shkoni se qështu në gjeshet ma letë. Do të me një rafshus, që do të dikush, thot po punë e ronë ato, nuk e punë e ronë, që rafshus, merë në një, nëse vrimat janë të rumbullakta, merë në një shish shipi muj, shish gjysë letrës plastiks, merë një kapokun, edhe kapoku, në kapak mundi mi morë një dru të vogën, shtinë në të dhe mundi mi bo vrimat. Këtë rast, për shamu mundi mi bo që? Me gishta. Nuk o filozofi. Farat hibride. Shqyqon, nëse bujna me kapak, krejt e bujmë uniforme, vrimat janë uniforme e të njëjta, fara vendosën thellësit njëjtë. Nëse bujmë me gishta, që thëjmë gishti nuk ka terezi, edhe faktikisht dikun mund me ra ma poshtë, dikun ma nalë. Farat hibride, unë e rekomandoj, pe i përvojës time, vetëm nga një përvrim, se dikun 99% është në bimshmeria. Te farat e kultivarve që na i përdorëm, që na dojmë vetën ato, unë e rekomandoj ka 2 fara. Pse ka 2? I rekomandoj 2 me kosh që ku të binë, mi zgjedh njënën ma të mirën, mi herë. Thot dikush ku mi herë më fidonin e gaqë mi shnosh. Hiqe se nuk të vynë. Do të vetëm një le që ato ma të shëndoshin, ma të mirën, ende halo pa i hapë këto këtë i ledonet. Ende pa i hapë këtë i ledonet, do thot... Po, e hjek. Na, si gjethet do të i hjek, edhe len vetëm një. Do të prej momentit kur fillon bima, me fillu gjethin e parë të vërtet, që gjethin e parë në mes. Atëherë shkojna, se këto është një vëllim i vogël, edhe shkojna me ushqim. Zakonisht ushqimin e bujmë baza javore. Sa i përket mbjelljes, gjithmonë rekomandone merë një tabla, që thëjmë tabla qajt. Merë një tabla qajt, qitë një vish pak fara, mos e mush një shumë. Edhe gjithmonë mundim të morë, do thëtë të... Po. Po. Ja, do thëtë shijet fara që është e kalibrune. Fara është e njëjtë, fara është për shembull fara e shëndosh, fara e trajtune të në ato. Edhe kur qetë shpak atëherë edhe letë më një merë, do të ka një i qetë. Thot dikush, po ku mi mjellë, unë e 50.000 fara kështu, o zahmet i matën ato. Që qëni përderi sa mu smolim të regoj, që hargjojnë dhe 1 kg 800 gram farë për hektarë. Atëherë veç doje gjysën e çmimit farës. Do të nëse 1 kilogram fare specit janë dikun 220 dhe 250 bim, varësisht për i kultivarit. Veç gjys kile mi ble. Çmimin tjetër, jepja fuqis punëtore, edhe faktikisht prap që aty je. Do të nuk ka naj kostomat modhe. Edhe vetëm kasetat e para e kini veshtirë. Kasetat e dyta ata shilshohen durt. Shohen durt edhe ecin vetë. Do të...
Unë zakonisht në tobull qoj të përdurim. Në tobull qoj zakonisht edhe i qesëm në momentin që i mbjellun farat. Tash, vetëm i kena mjellë kej shto apet gjujmë substrat, që mos se shtu i kam, po. Edhe pak shtu. I gjujmë substrat që shtu, prape nxeshëm pak me rafshus, do të nxeshët fora mirë, edhe që.